Si periudhë dhe gjithë shikuesit e Klan Kosova, po për fat të keq një 48 vjeçar nuk ka mundur t'i mbijetoj plagëve të marra nga një aksident trafiku që kishte ndodhur në Kukës para 8 ditësh dhe ai menjëherë pasi kishte ndodhur aksidenti është sjellur në spitalin Rajonal të Prizrenit për trajtim mjekësor dhe me urgjencë është transferuar për në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku ka qenë i shtrirë për 8 ditë me radhë, po për fat të keq ka ndruar jetë si pasojë e plagëve që ka marrë nga ky aksident. Me vendim të prokurorit të çështjes nga Prokuroria e Bashkisë Kukësit, trupi i pajet i viktimës është dërguar për obduksion në Shqipëri dhe në bashkëvendim të veprimeve janë duke punuar në këtij rasti autoritetet ligjzbatuese nga Kosova dhe Shqipëria. Gjithashtu dje në një vet aksident trafiku në daljet e autostradës në Vërmicë në pikalimin kufitar ndërshqiptar janë vetë aksidentuar 2 gra, cilat kanë pësuar lëndime trupore në automjetin BMW me cilin ishin duke lëvizur. Ato janë dërguar menjëherë për trajtim në spitalin e Prizrenit dhe për fat të mirë ndodhen jashtë rrezikut për jetë. Ngjarja ka ndodhur ditën e djeshme rreth orës 11:25 minuta. Sipas informacioneve të fundit, një njoftimi të fundit që ka dhënë Drejtoria e Përgjithshme e Policisë në nivel të vendit, bëhet e ditur se nga muaji janar deri në fund të shtatorit në Kosovë kanë humbur jetën 86 persona në aksidente trafiku, ku 47 prej tyre janë vozitës të automjeteve. Nëse me lejohet Gonxhe të flasë edhe për gjendjen e krijuar pas të rreshurave të shumta. Po si është situata, nuhi, sepse po e shohim edhe nga atje që po bjen shi edhe në Prizren, megjithatë situatë jo shumë të mirë kemi edhe në kryeqytet. Po situata nuk është as pak e mirë, pasi nga mbrëmja e së shtunës shiu vazhdimisht po bie edhe në këto momente shumë lagje të Prizrenit